5 banesa janë evakuar ndërsa 10 të tjera janë përfshirë nga uji në lagjen Dafinat në Bashkinë Dimal për shkak të daljes nga shtrati të lumit Osum. Dëmet më të mëdha janë shkaktuar në 5 banesa që u përfshin nga uji deri në katet e tyre të para dhe të dyta. Banorët pohojnë se u janë shkatruar gjithçka, të gjitha elektroshtëpiaket, orenditë e kuzhinës, mobiljet, pemtaria dhe kafshët shtëpiake që u amori lumi. Flet katin e parë, qa ishin tera orendit e shtëpisë, tera frigorifer, televizor, dhomë, gjumi, kuzhinë, të tera. Demet ka plotë, baqeja, pullat, ndje gjallë. Të tera, lavatricën që kishem aty nuk e mora dot, sobën me korrent, po i njëjta gjë, bufeja poshtë, ajo, kisha krevata, kisha edhe krevata, po kisha tamam kuzhinë. Kisha kuzhinën tamam aty që gatua janë poshtë atoja, nuk i mora dot. Divanin, jo frigoriferin. Banorët i bëjnë apel për ndihmë shtetit për të përballuar pasojat e fatkeqësisë natyrore. Si pasojë e daljes nga shtrati të ujrave të lumit, rreth 13 hektar tokë bujqësore u përmbytën në fshatrat Arës dhe Çiflig të Bashkisë Dimal, ku në disa zona, siç duket edhe nga pamjet filmike, uji është ende prezent.